mirë se erdhët. Intja na ka ritakuar me Katerinën time për të nisur një tjetër kuzhinë, një tjetër Vila 24. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur buzëqeshja ime. Jam shumë mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj një ditë bukur dhe juftoj këtu tek këndi Joni Gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme. Që do të thotë? Do të kemi një shqeto për meti. Shumë e thjesht, një supë. Kemi nevojë edhe për supë. Por, do të bëjmë edhe një, si thua, me spinaq, kim me spinaq, me vezë. Do të hedhim edhe pak djath, dhe do të bëjmë pak si më ndryshe. Edhe në atë pregatitjen, duke e bërë her pas here, ka menduar, sepse her kur e bëjmë këtë kimen dhe në angelet e lëngëzuar, do me thënë lëshon ato lëngjet. Ne sot do të reduktojmë atë gjithë, pse me një lugë miell, asë një gjë më tepër. Edhe do shikoni, do me thënë se sa e mirë bëhet edhe e lidhur. Pra për kimen do të kemi spinaj, do të kemi vezë, do të kemi edhe djath. Pra djath kaçkavall, ose mund të përdorni akoma edhe djath të bardhë. Çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi. Gjithashtu do të bëjmë edhe fërges në furrë, themun, të cilën do ta bëjmë me speca, mund të kemi specë të kuqe, shilë, këto të përzjera, sepse kur janë të përzjera kanë edhe më shije, edhe më vlera, i dini juve tani më këto gjëra. Çfarë t'ju ndodhen? Kjo është e rëndësishme. Me gjëra që na ndodhen në shtëpi, përgatisim një vakt për të kaluar, domethënë drekën tonë. Dhe këtu do të kemi speca, do të kemi ndonjë thelpi hudhër, domate patjetër, mund ta bëni me gjiz, mund ta bëni edhe me djath. Unë e kam hequr tani, e kam coptuar këtë. Këtë po bën të gati para se të fillonim, po nxirrte djathin e bardhë. Se më thani vetë çfarë po bëni, ja i thash po bëj djathin gati. Dhe do t'i vendosim në furrë faktikisht, mund ta përgatisni edhe në tigan, por dhe në furrë ka një tjetër shije faktikisht kur e bën atë fërgesën në furrë. Fillojmë fillimisht me fërgesën, pastaj do të kalojmë tek spinaqi dhe në fund fare do lëm shqetun sepse aty janë nila, të lutem, e kemi ndezur atë. Te pesa, e ke po me temperaturë të ulët. Që do të thotë, kemi vendosur mishë qëngjit, të cilën e kemi ka vërdisur me një qep, e kemi zbutur, duha të themi, jo ka vërdisur, jo ka vërdisje të rënd, edhe e kemi lënë që të bëhet në zjarr të avashës, sepse duam të përfitojmë atë lëngun nga mishi. Më mbrapa do të ndërtojmë, do të pregatisim me miell, do të përdorim gjalpë, do të kemi këtu lëngun e limonit, në fund fare pastaj do të servirim me majdanos, ndoshta edhe me piper të kuq, speci. Këtë do të shohim në momentin që do të pregatisim recetën. Fillojmë tani me njëherë me recetën e parë, që unë kam menduar që të fillojmë me fërgesë, një do të bëjmë me gjizë dhe një do të bëjmë me djath. Do të hedhim, unë e bëj në këtë mënyrë. Ka mënyra të ndryshme. Do të përgatisesh aty me njëherë në enën që do vendoset në furrë. Shumë mirë. Ja, që mos të bëjmë 100 gjëra, do me thënë kështu. Hedhim gjizën, bëjmë një shtres e lufrës. Super e freskët. Është e freskët edhe, na i bën shumë të mirë këtë fërgesën. Pra do të bëjmë me gjizë, do të bëjmë edhe me djath. Është në rregull për punën e këtyre. Këtu tani, unë tek speca do të hedhë, edhe pak këtu do të hedhë pak rigon. Nuk ka, do me thënë, që themi që, a bëhet kështu, a bëhet ashtu, se cili e bënd si pas mënyrës e vetë. Ne kemi një mënyrë më praktike dhe më të thjeshtë sot, që do të na kursej gatimin në tigan. Domate, do me thënë një pjesë të domate se hedhim këtu brënda. E trazojmë, madje edhe një thelpi hudhër. Pra speca, domate të prerë në kupik, një thelpi hudhër. Gjizën e shtrojmë në një enë, prej balte do t'ishte mirë, për t'i dhënë pak më shumë shije, edhe për të mbajtur temperaturën në momentin që nxjerrim nga fura, dhe e kemi ashtu, do me thënë të nxehtë. Ashtu e vendosim dhe në tryezë. Në tryezë, dhe ajo është të gjithë bukuria dhe lezeti dhe shija. Tani këtu hedhim domatet edhe specin, edhe hudhrën. Do t'i hedhim vaj, dhe do t'a vendosim në furrë. Si pas dëshirës mund të shtoni edhe copza gjalpi. Edhe në fund fare, pak piper, në momentin që mund arri, do me thënë, e nxjerrim pak, i hedhim pak gjalp, edhe pak piper të kuq. Ti hedhim pak vaj. Sa i bukur duket kështu me ngjyra nga ekrane, dhe shumë e shijshme. Shumë e shijshme bëhet faktikisht Anila. Kripën e kam këtu. Piperin edhe gjalp do t'i hedh pak në momentin e fundit.
se një mëza nuk ka shumë krip, kështu që i hedhin pak. Ndërkohë nëse bëjmë variant imediat të bardhë, do mbajmë dorën, do e kursejmë kripën. Ndërsa, ja. Kështu e kemi për ta vendosur në furr në një temperaturë 200 gradë, të nxehur më përpara si gjithmonë furat, dhe i lëm, domethënë për 15 minuta, ndoshta shumë, do ta shikojmë. Do ta shikojmë. Ja, kështu që kush ankohet që nuk ka kohë të gatuaj, e ka të kotë. Jo, është e kotë faktikisht se ka shumë gjëra mund të bëjmë. Nuk ka ku të shkoj. Nuk 3 minuta për të bërë bashkë të gjithë përbërësit dhe nxjerrim një fërges nga furra shumë të shishme, të ngrohtë, që hahet me çapa tani në këtë sezon që ne jemi, që shijon shumë, kështu që nuk është e thënë që në kuzhinë të qëndroj me orë të tëra, sepse në të njëjtën mënyrë përgatisim edhe këtë me djath. Atë ku do ta shtrosh? Ja, do ta shtojmë te kjo tava, prandaj e mora. Okej, ka vetëm disa fara speci, do të e pastrojmë. Me speca do jetë ajo po? E pastrojmë si do qoftë, mos ja lëmë këto farat e specit. Okej, më falni. Edhe këtë pjesën e bardhë të specit e heqim. Si djathin, ashtu edhe gjizën që ne po përdorim për të përgatitur fërgesën sot, i kemi sigurisht nga Lufra. Është kompania më dinjitoze në tregun shqiptar përsa i përket në produkteve të qumshtit, ku i gjeni të gjitha që nga qumshti sigurisht, i cili është edhe baza, e mëtej për të vijuar me kostin, me gjizën, me kostin i cili vjen në variantet të ndryshme në fakt, si në përqindjen e yndyrës, ashtu edhe në gramaturat e shërbyera për konsumatorin, në formën e gotës, në formën e shishes, kefirin, do doja ta përmendja gjithashtu duke qenë se është mënyra më e mirë për të furnizuar trupin tuaj me probiotikët natyral, të cilët janë të domosdoshëm për organizmin ton, na ndihmojnë në tretje dhe na lehtësojnë atë procesin e pastrimit të zorëve, nëse e them në këtë gjuhë të kuptueshëm, duke na furnizuar me mineralet e nevojshme dhe me të gjitha ato elementet e shëndetshëm që na duhen në organizmin tonë. Kështu që qumshti dhe në produktet e tij janë baza, janë shumë të rëndësishme në mënyrë të veçantë për fëmijët, sepse na furnizojnë gjithashtu edhe me kalcium dhe me të gjithë elementet e tjerë të nevojshëm në mosha të caktuara. E ndërkohë me qenë se jemi këtu, edhe pak sekonda të tjera do t'i marr, duke përmendur kështu mëngjesin si një vakt i cili përgjithsisht nis shumë shpejt me një ritëm pothuajse të ngjashëm për të gjitha familjet, ku duhet të zgjohemi, të bëhemi gati për të nisur një mëngjes në punë, në shkollë, dhe veza është vakti më i shpejt dhe më i shëndetshëm që mund t'ju shërbej për të nisur mëngjesin. Një furnizues i pa diskutueshëm me proteina, me minerale, me vitamina dhe sigurisht unë përmenda mëngjesin, por që të gjitha vaktet e pranojnë dhe një pjesë e mirë e recetave e kanë në listën e përbërësve të tyre, Veza O Vital, cilësi në 4 stim, pjesë e Vila 24 dhe këndi ton të gatimit. Më tej do të doja të vazhdoja me mielin Ola nga kompania Atlas, i cili vazhdon të jetë me variante të ndryshme në tregun shqiptar, që nga mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielin bio që mua më pëlqen kaq shumë me këtë ngjyrën e gjelbërt, mielli mistrit i bardhë apo i verdhë, mielli integral, mielli farinap në përgatitjen e ëmbëlsirave, ku siç e përmendim shumë shpesh në pak minuta ne mund të realizojmë një kek të shpejt në shtëpi, sepse nuk do asgjë tjetër, i ka të gjithë përbërësit brenda deri tek aromatizuesit tuaj të preferuar që doni t'i shtoni ëmbëlsirës suaj, që nga portokalli, vanilja, çokolada e të tjerë. Gjithashtu edhe mielli është shumë e rëndësishëm për të konsumuar, për te faktit që është i domosdoshëm në kuzhinë. Prej tij ne përftojmë karbohidratet që janë kaq të rëndësishme, fibra gjithashtu në mënyrë të veçantë tek mielli integral. Edhe me shumë shije do të doja ta plotësoja këtë vijim të bisedës, një shije që na vjen nga salçiçet Vudi, të preferuarat e familjeve tona, të preferuarat e fëmijëve dhe të shpejta për të realizuar një sanduiç, një tost, një bukë me salçiçe që ka dhe djathë brenda dhe si duhet asnjë gjë tjetër. Ë Kati? Patjetër. Dhe këto në këtë lloj fërgese mund të shtojmë edhe këto salçiçe. Po, dhe kur të piqen bën shumë të mira. Vundit në zgarë janë fantastike. Ndër të tjera. Edhe në ato tostet në shtëpi mund t'i vendosni dhe bën shumë të mira për të zëvendësuar zgarën, sepse jo gjithë. Rëndësi Kati kemi, edhe sigurisht që pastaj kemi mundësira që të bëjmë
gatime të ndryshme. Akoma dhe makarona mund të bëjmë. Po, që t'i kalojmë unë i bëj shumë shpesh me salcice, bëj shumë bëjmë të salcice mira dhe pana, janë të kaq. kënaqshme për fëmijët, të duhet të them. E pra, kur them unë i bëj, kam parasysh fëmijët. Patjetër, Anila. Atëre, kemi hedhur specat, kemi hedhur edhe pak domate në pjesën e poshtme, ndërkohë që i kam hedhur edhe një thelpi hudhër e kam prerë në fedzat të holla, krip piper, rigon, ndërkohë vendosëm pjesën e djathit, do ta kaloj pak me vaj ulliri, edhe do t'i shtoj këtu të kjo sa fedza domate për të mbrojtur djatin, dhe duaj që djatit të më shkrej, kështu të çrregullta domatet, nuk ka nevojë do me thënë që t'i vendosim, bëjmë do një si tuash, ja. Jo bukur, do piqen ato, do... Bukur, ngjasojnë, por ja dhe pak duan vaj. Po nuk janë drejt pra. Prandaj tash, të çrregullta. Bukur ngjasojnë, nuk të shava domaten. Jo, domaten e kam zgjedhur të mira, një laske se si të ma shash, e kam kajt mirë. E kam të bukur domaten. Në fakt, ka qëlluar vërtet... Ka qëlluar, e kam zgjedhur, e rregullt, e bukur. Estetike. E kam të bukur si anilën domaten. Ashtu, Po. Edhe me domaten, nuk krahasove domaten. Jo, me të bukur, the. Po me zë më bëj shaka, Kati! Të bukur, the me zemër. Ja, i hodhëm edhe pak krip, të lezetohet. Edhe rigon nuk i hedhim tani, sepse ju kam thënë të herë tjetër, rigoni hidrohet nëse do ta lëm në pjesën e sipërme tani, edhe përgesën e dytë me djathë e kemi gati për ta vendosur në furrë. I vendosim edhe këtë, tani këtu ta dhe i presim. Këtu, ka vënd në fakt, ashtu mandi këtë? Ka vënd du t'i... Po, marë këtë dorezën. Se furën poshtë nuk e kemi ndezur, kështu që... Jo, nuk e kemi ndezur, kështu që i lëm të dyja. Janë të vogla këto tavat i zë e njëjta furrë. Që mos ke bëjmë dhe kursim. Unë s'kam lexuar akoma recetat. Ti shohim pak? Mund të marrësh ko Anila të redzosh. Edhe unë të bëjmë... Përges me djathë dhe speca. Pra sa po i vendosëm në furrë, përbërësit janë 3 domate, 3 speca, djathë ose gjiz, 2 thelpinj hudhër, vaj, krip, piper dhe majdanoz për servirje. Kim në tigan me spinaq, vezë dhe djathë, përbërësit janë 800 gram spinaq, 6 deri në 8 kokra vezë, 80 gram djathë kaçkavall, vaj, krip, piper. Shqeto përmeti, përbërësit 1 kilogram mish, 1 qep, 3 lugë supe miell, 1 filxhan çaj qumësht, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj, 1 vezë, limon, krip, piper, majdanoz, spec i kuq sipas dëshirës. Këto ishin recetat e shkruara, të cilat do t'i shohim sigurisht në një moment tjetër për të rikthyer për të gjithë ju që nuk i patët mundësi t'i lexoni apo t'i mbani shënim. Do t'i shohim përsëri, teksa tani do të fillojmë të shpjegojmë recetën e dytë, që është pikërisht kima me vezë. Puna nis nga? Me spinaqin. Do me thënë, zbutim, ulim vëllimin e spinaqit dhe duam të themi që spinaqin nuk e lëm shumë, thjesht duat që të mblidhet, të zbutet. Me njëherë, edhe këtë pjesën e parë, edhe të japim temperaturë. Në rregull. Kjo më duhet. Gjëja e parë është kjo, do me thëmë, për punën e spinaqit. Nuk e di, nuk them që të marrë tiganin tjetër këtu, se kam halë se mos më fike soba, që ta bëja me njëherë, sepse këtë spinaqin pastaj do të kaloj te tigani tjetër. Dua të zbutet, te tigani tjetër, do ta marrim ta kemi këtu, spesoj të na fiket, që ti kemi një kohësisht si recet. Tani pse do ta ndrosh tiganin se nuk e kuptova? Do e marr spinaqin, do ta hedh këtu, që këtu do të hedh vezët pastaj. Por këtu, para se të hedh spinaqin, do të hedh pak një lugë miell. Diku e kam aty miellin, Anila. Po, kemi miellin për çdo Pak përdorim. miell, sa të bëj, do me thënë, si një lloj salce për të lidhur lëngjet e spinaqit. Ato që shpesh e bëjmë në furrë në rastin e kimës me spinaq, do ta kryejmë në tigan. Po. Pra do të pulohet me kapak dhe aty do të gatuhen vezët? Këtu do gatuhen vezët, do t'i hedhim edhe djathin, pastaj më mbrapa edhe këtu do ta bëjmë, do me thënë, ne nisim dhe përfundojmë këtu. Tek mielli, hedhim edhe pak vaj. Edhe e ka vërdisi mielin, bëhet si një beshamel e hollë. Dhe kjo ndihmon që mos të mbaj, do me thënë, edhe lëngjet e spinaqit mos t'i hedhim, t'i mbajmë sepse kanë vlerat e tyre ushqimore, të ndërkohë që nuk ngelet ai lëngu, veçohet lëngu nga spinaqi, nga veza. E kupton, kjo e mba të lidhur.
dhe duket edhe më mirë, po sigurisht që edhe lidhet. Kaq. Po, duam që të bëjë, do me thënë, të mos jetë të ka vërdiset mielli, mos vjera e miellit, ndërsa spinaqi ja kështu shumë shpejt ul vëllimin. Nuk e dua, do me thënë, që të më qëndroj shumë, të spinaq du ta kthej këtu te tenxherjas. Ta edhim dhe pjesën tjetër. Do të bëhesh shumë herë më mirë, se sa që ta kemi një spinaq të zakonshëm. Unë e bëj me oriz, për shembull. Nuk është gabim, me oriz bëhet, do me thënë përgatisim burani, edhe hedhim dhe vezët për të shtuar, do me thënë, sepse thjesht burani është pak si jo e plot si gatim, do me thënë, për të kaluar vaktin e drekës. Shtojmë vezët dhe i shtojmë brenda, vezë sy, edhe është e plot pastaj. Në vend të mishit, shtojmë vezët. Edhe në vlera ushqyese, do me thënë. Prandaj, për të plotësuar vlerat ushqyese, për të plotësuar vaktin e drekës, buranin e përdorim dhe me ullinj, me djath, me vezë, ka do me thënë plotësuese. Ndërsa kur spinaqin buranin si hedhim vezë, nuk ka nevojë do me thënë që të marrim një diçka tjetër shtesë. Dhe ta kemi parasysh që spinaqi nuk do shumë kohë që të bëhet gati, sepse humbet edhe vlerat e tija ushqimore. Pra, nuk duhet të tejkalohet koha e gatimit. Edhe pak edhe na u zbut. Pasi të na zbutit, ose hedhim, do me thënë këtë lëngun që do ta hedhim këtu tek spinaqi, ose hedhim spinaqin këtu, është e njëjta gjë. Po më mirë spinaqin aty? Atë po them dhe unë se... është pak e trash për ta kthyer, ose do t'i shtosh ujë pastaj. Jo, këtu tani do shtojmë pak ujë. Uji nuk na duhet, se po e bëjmë të veprim për të hequr. Dhe këtu do hedhim pakës fare ujë, Anila. Pak fare. Sa për ta tretur mielin, pra, po. Sa të shkri pak. Por duam edhe pak që të aromatizohet mielli. Në momentin që aromatizohet, i hedhim pak fare ujë, me thënë që të bëhet si një beshamel e hollë. Ja, tani vjen aroma e miellit. Tani, kur fillon, do me thënë që ashtu... Ndryshon edhe ngjyra. Edhe ngjyra ndryshon, aroma fillon, do me thënë, na ndjejmë një aromë të mirë, dhe themi që e kemi gati. Okej. Ti nga mishi nuk ka nevojë të... Jo, nuk ka nevojë mishin, e kemi në rregull. Tani këtu do shtojmë edhe pjesën e spinaqit. Si andave mendjen, do kthesh spinaqin aty apo? Po, do kthejmë spinaqin këtu. Ashtu siç ishim në variantin e parë. Në variantin e parë, do kthejmë spinaqin këtu. Në rastin e shqet ose përmetit, duhet me së zvën të përdoret mishi i qenjqit? Mish qëngji, mish viçi. Njësoj përgatitet, po, aty ne na mungon edhe qumshti, sepse do ta përgatisim mielin dhe do ta shojmë me qumësht. Tani spinaqin edhe na është bërë gati, edhe ky kremi. Është koha për t'i bashkuar bashkë. Po. Ke nevojë për mua? Jo, Anil, se është pak, shiko se sa pak ka të ndiset. Si o ta? Kati dhe shprehjet e Kati. Shikoni sa pak ka të ndiset spinaqe. Po mblidhet aja. Mblidhet, po. Për një herë. Ja, këtu kemi nevojë, do me thënë, kur kemi pak spinaq, e bëjmë këtë kremin edhe na shtohet. Kupton?
Ja ti hedhe pak fare ujun, anash, rreth e rotu. Por e do t'i lësh edhe pak minuta ashtu? Tani do hedh direkt vezët. Pra tani është momenti vezëve, okej. Tani edhe lëngjet më nuk dalin, lidhet kjo krema do me thënë me spinaqi. Bëjmë bosh klëqet do me thënë për të hedhur vezët. Vezët djathin dhe do t'a lëm me kapak të mbuluar, ajo pastaj nuk do, thjesht shikojmë se sa kohë do që të bëjnë vezët. Po, duke i parë me sy. Marim vezët Ovital me paketimin e kuq. Sa vezët i shtosh? Po të shofim tani sa të na marrë tigani neve. Po, 3 i merë. 4. I merë edhe 4, okej. Ti hedhim 4 më mirë. Ne po gatuajmë për 4 persona. Ma dje mirë është që një person të ketë... 2 vezë. Ne po gatuajmë për 2 persona. Sepse nuk... Një kokër vezë nuk është mjaftueshëm. Nuk ngopë? Nuk, jo. Në vëndet të ftohta han nga 4-5 vezë. Omletën e bëjnë me 4-5 vezë, Anila. E di. Nuk e quaj në Angli për shembull, nuk e quaj në omletën me 1-2 kokra vezë. I hedhim 5 kokra vezë brenda, 4-5. Sot Kati pas ka menduar receta të thjeshta. Të thjeshta dhe të shpejta. Edhe ekonomike. Një lugmiell, një dorë spinaq dhe 4 kokra vezë janë dashur. Ne kemi bërë një drekë të shpejtë, të shishme, të ushqyeshme. Piper. Piperin e kuj do t'ja hedh pastaj. Tani do t'i hedhim lart. Djathin kaçkavall? Djathin kaçkavall. Okej. Djathin kaçkavall të grirë, që lufra na ndihmon ta kemi gati, të mos lodhemi. Ta kalojmë në rende për ta grirë, për shumë receta. Ja, ta shohim çik kështu. Që nga makaronat e famshme që gjithmonë duan pakës djath nga sipër, pavarësisht se me çfarë lloj salce zgjedhim ti përgatisim. Tava gjithashtu i bën shumë të shishme. Edhe besoj këtu? Në lloj është, e kam hapur që të... Duash ti e di. Ja ta kemi më kollaj. Se ati pasaj duhet që ta marim... Prandaj e hodha këtu. Kujdesi i higjienës që ti e ke më shumë merak, për të mos prekur pjesën e produktit që nuk do të përdoret i gjithi. Mbulojmë komplet këtë pjesën e spinaqit, se s'dua që spinaqit të më nxjihet në moment që do vendosim kapakun. Edhe ulim temperaturën. Se edhe pse ka një sasi lëngu në këtë rast për sëri rrezikon të nxjihet, Po, dhe dua spinaqin ta kem kështu të jeshil, do me thënë të freskët, që tani nuk do shumë, thjesht që të na ashu... Të mpikse vezët. Po. Edhe vezët, varet se sa i duam që të mpikse, se ka që i duam... Këtë do për kemi? Po. Po, ka që i duam shumë të pagatuara shumë. Edhe tani do ta ulim, që edhe mos të na shumë gjitë, të e fikim fare, atë e ula, dhe do presim sa të na situash djathit të shkri dhe kemi gati. Dhe është gati. Pra shko sa djathit ka shkri, shko do t'i duhet edhe vezës të mpikset dhe të gatuhet. Tani besoj se pak e nga pak ne jemi duke shkuar drejt fundit të pjesës të parë. Çfarë kemi bërë deri më tani? Kemi sjell një variant të fërgesës në furr, ne po i shohim, kemi 2 tava të ndryshme, ku diferenca mes njërës dhe tjetrës është tek njëra kemi përdor gjizën dhe tek tjetra djathin e bardhë, dhe tek dekori sipër të njëra kafe të zadomatesh. Te tjetra, Anila, është momenti që ta nxjerr dhe t'i vendos pak gjalp sipër dhe piper të kuq. Shumë mirë, okej. E bëjmë dhe këtë veprim dhe pak e nga pak do të shkëputemi për të rikthyer përsëri. Dhe kur të kthehemi në pjesën e dytë, ne do të kemi gati gjithashtu edhe gatimin me spinaqe dhe vezë që sapo e mbuluam me kapak. Dhe do të nisim shqeton e përmetit. Atëherë, tham që më herët, sa bukur ngjajnë këto bulzat kështu. Gjalpi tani dhe piperi kuq do t'i japi atë si thua shihen përfundimtare. Që ta ha me çapa pastaj me bukë. Me çapa do ta ham. Ashtu hahet fërgesa.
Do ta kthejmë në Po, furrë do ta vendos në furrë. E tani në një 5 minutë edhe pra kur të shumë kthehemi, është. do ta nxjerrim nga furra bashkë me gjalpin edhe me piperin e kuq që do t'i shtojmë në këto momente. Tani gjalpi është ai që do t'i japi atë shijen përfundimtare. E kemi gati për ta vendosur në furrë, të shplaj pak dorën. Okej. Atëherë, e rikthejmë në furrë dhe kur të kthehemi, do të lexojmë përsëri recetat, do të kemi të dyja fërgesat gati, do të kemi gati edhe u bë ajo. U bë këtu tani në fund fare neve i hedhim pak piper të kuq. Edhe shikoni dhe spinaqin që s'ka ndryshuar ngjyrë? Po. Kjo është domethënë që mos më nxjerr, edhe lëngjet nuk shkëputen, domethënë do ta shikojmë pastaj në momentin që do kthehemi, do ta kemi edhe të serviruar. Shumë mirë. Okej. Kështu që ne shkëputemi për pak, është koha e hapësirës publicitare. Katerina, unë jemi këtu, do të rikthehemi me një tjetër recetë për ta nisur nga fillimi deri në fund dhe për të treguar edhe një herë tek ju dy recetat e para që pothuajse janë në drejt përfundimit. Pas pak. Jemi gati për të vazhduar recetat që kemi lënë ende pa përfunduar. Në fakt do i nisim se me sheton e përmetit thjesht është zjerë mishi, s'kemi bërë asgjë më shumë. Ka një sekret zjerja e mishit? Nuk ka asnjë sekret. Sekreti është këtu që ka vërdiset lehtë në fillim fare me një kokër qep dhe i hedhim ujë dhe i lëm që të ziejë në zjarr të avashët me qëllim që ato ujin që hedhim të ngelet. Të ngelet shija e mishit. Unë tani e kam kulluar lëngun, e kam veti, kam hequr ato pjesët e kockave dhe sigurisht kur përgatisim të sheto përmeti, duhet mishit jetë me kocka, që të nxjerrë shije. Ajo është gjithë, si thua, sekreti. Mishit duhet jetë me kockë dhe të kete pak dhjam. Nuk ka rëndësi tani të lëshoj atë aromën, atë shijen e mirë, sepse dimër është tani, prandaj dhe bëhet sheto përmeti në dimër. Me thënë, kryesisht, jo se përdorin dhe në ato kohët e tjera, sezonet të tjera, por në këtë kohë e kemi të nevojshme pak më tepër yndyrën. Kështu që, të dashuran visa, neve thamë për pjesën e mishit e kemi bërgati. Këtu tani, në tenxhere, prit tani mos më digjet gjalpi që ta hedh. E ke, sikur është nxerur shumë ajo tenxheria, apo s'përshet? Ja ta, marim. Mos na digjet gjalpi. Që mos më digjet, s'ka gjë se po i hodha pak vaj. Okej, shumë. Shikon, është nxerur, se lëshoj tuk. Me njëherë. Me njëherë. Ta heqim. Lëre pak fare të ftohet. Ta lëm pak të, do me thënë që të murë temperaturën, edhe pastaj që të hedhim gjalpin tani. Kemi shtuar gjalpin dhe 3 lugë miell. 3 lugë miell. Miell e kam këtu, Anila. Po e kërkoja. Nuk shes syrin ndonjëherë. S'ton kot që nuk shes syrin ndonjëherë. E thosh një nëna tona. Po. Nuk ke gjërat përpara edhe nuk i shef. E pudrosim tenxhere. Me që kemi dhe të nxehtë tani. Do ndrojmë vëndin tani, sepse në lëngun mirë është që ta kemi të nxehtë, por na duhet temperaturë tani këtu te pjesa e miellit. Një vishte të shkrije plotësisht gjalpi, po s'ka problem, do shkrije edhe tani në momentin që se është e nxehtë tenxhere dhe do shkrije shumë shpejt. Ndërkohë, Anila, që ato që kemi në furrë duhet t'i heqim. A është mira janë bërë këto kati? Duhet t'i heqim. Ti nxjerrën këto? Mirë, Anila, po... Apo i lëm të pak? Duhet jetë ai momenti që nxjerr flustet nga... Ti ul temperaturën? Uli temperaturën, po dhe në temperaturën e ullë dhe ajo tani është gjitha ajo kur dalin, që bënë që edhe... Çfarë të bëj unë kati? E bëj, ajo mos e bëj. Nxjerrja ose lëre mos i nxjerr. Ulja, ajo mos e ul. Kam qik frikë se ka ajo tava... Po nuk prek asgjë. është kështu dhe s'dua të të fus në siklet, prandaj, më mirë të digje mu se ti. Jo, prandaj, këtë kam hallu. Prandaj, tani ka vërdisit, kjo të nxjerrë aromën, shikoni të me thënë, ndryshon në atë ngjyrën mielli, bëhet në ngjyrë bezh. Dhe këtu tani hedhi me shuaj me qumë është e mineve. Pa. Dhe ta masim ta hedhi me gotë tani. Faktikisht unë me kështu do ta hidhja, por hajde,
le ta shohim. Ta hedhim me gotë. E shikoni tani është bërë mielli gati. As si thuash shumë bezh dhe as i zbardhur. Duhet të marrë këtë ngjyrën e mirë. Ja, edhe pak erdhi tamam në kohën e dur. E trazojmë që të marrë një dy val me qumshin dhe do shtojmë dhe lëngun brënda, do shtojmë edhe mishin, do ta presim me vezë dhe limon dhe do ta kemi gati. Shumë e mirë. Edhe ky lëngu është bërë shumë i mirë. Po pra. Kemi ca receta të Të mira. marrin ja dy val, po. Të marrin ja dy val, edhe po tani zonja që do e shikojnë, po jo bëhet ashtu, po jo s'bëhet kështu, jo i hedhin karot brënda, jo i hedhin me quajnë frikase, po më thuani si do dojni, sup dimri është. Frikasea më shpejt se bëhet me kos apo jo? Po, po. E pra, kështu që mirë, bëhet edhe me qumësh. Bëhet edhe me qumësh. Bëhet dhe me qumësh, me karot, me patate të cilat faktikisht u japim dhe një formë të bukur, dhe quhet ajo frikasea tradicionale faktikisht. Ka mënyra të ndryshme, ka emërtime të ndryshme, në treva të ndryshme, edhe në për zona të ndryshme, ka, si thuash, emërtime të ndryshme të gatimeve, dhe nuk themi që janë gabim, se cili bën si pas, edhe kështu bëhesh në për treva, si për ato kishin, ato bënin. Si duke nga përmeti që e bëni këtë, kishin shubakti. Po, e kishin mishin. Mielin e kishin dhe e bënin. Kështu që nga këto janë lindur edhe gatimet. Ja, shiko se sa mirë në bë kjo neve, në bë kremoze. Ashtu prisha, që kjo është e rëndësishme që të bëhen, si thua, të lidhet dhe të bëhet kremoze. Tani është momenti që të shtojmë edhe racionet e mishit, do ulim temperaturën që të lidhet me kremin mishi. Sopëzat e mishit prinë juve sa të doni, po kështu, shiko, është ajkosur. As e plot, ja, kështu, më thënë, as shumë e plot, por dhe as shumë fare lëngshme. Edhe ngjyrën e ka tamam ashtu siç duhet, do i ul pak unë tani temperaturën. Edhe fiks një recet për stinën e të cilën ndodhemi për ditën e sotme, që është një ditë me vranësira, frymë dhe erë jashtë. Të hedhim limonin. Ato ditët që shijon shtëpia dhe shijon një pjatë ngrohtë tradicionale. Edhe vemi me vrap në shtëpi dhe vendosim supën të parë, dhe tak. E kalojmë shpejt e shpejt. Këtu. Vezën do ta hedh një të plot, nuk e ndaj. Të plot, okej. Një vezë të kuqe, o Vital. E shikojmë, do me thënë, e bëjmë edhe për provë, por dhe i shikojmë se si është. E ke këtu këto nëse të duhet. Ja. Vezët o Vital janë shumë të mira. Cilësia e vezës duket si tek e bardha ashtu edhe tek e verda. Unë i hedh gjithmonë pak krip vezës, që mos më vjera, dhe prandaj shtoj dhe atë lëngun e limonit, që të heqi, do me thënë, ta pres erën. Edhe duhet të dim që erën nuk e ka e verda e vezës, e ka e bardha e vezës atë aromën. Proteina është ajo që ka atë aromën ashtu. Pirunin e mora se unë si shtridh me shtrydhën, i bëj direkt shumë me pirun. Kishte goxha lëng. Edhe aromë shumë të mirë. Janë të mirë të limonat që vinë e jeshil. Ta ull dhe pak temperaturën, s'ka nevoj për kaq shumë. Tani e trazojmë edhe pak. Ajo që ngelet. Të marim lëng. Lëng dhe ta trazojmë. Si që bëjmë me supën kur e presim. Në o dojgjën, Anila? Po, dojgjën do mbash përgjegjësi. Jo, më dhe mos i nxirr. Nuk e di, nuk pash. Bë kujdes se hequr ato vërtet. Duen hequr, e di që duen hequr se. Ajo domatja e bukur si mua nga sipër. Shoh që çpati ajo domatja. Nuk e di, duan nxjerr ato. Domatin mundesh ta heqësh, Anil. Kjo tjetra është një çike e Unë gjatë të zorshme. dyja, nuk e di pse e ke kaq. Mirë, ja heqi të dyja. Këtu.
Shiko sa mirë që bë ki kremive, do me thënë, shiko. Asu pre, asu bë, e duam ashtu si që duhet. Tani edhe pse e bëm këtu, tani do hidhet në këtë mënyrë. Ja. Pasi e hedhim, tani nuk ka nevoj më që të ngele, do me thënë, fiket plotësisht soba. Unë do të heqë më këtej, kremi është bërë gati. Nëse duam tani, mund të servirim, ja ta lëm këtu në temperaturë të sobës kështu, dhe do bëj një tigan. Anila këtë, neve do të bëjmë faleminderit. Je shumë e mirë më qare. Ta vë atë sipër me gjithë tavë? Apo? Si që është kjo, do të vëm këtu sipër dhe do të spërkatim me majdanos. Të dyja me majdanos. Faleminderit, Anila. Të lutem. Tjetrën të vendos të këtjetra kështu. Po. Ja, këtë do të lëm këtu tani. Tu do hedhim pak gjallë. Tani. Tja e tani majdanosit, mos na e vysh temperatura? Ta lëm për në fundë? Po se ajo nxehtësia. Pak fare gjallë do hedh, se kemi hedhur gjallë sa duhet. Shihet. Qa po bën tani? Po shkri gjallë? Do shkri gjallëpin dhe do t'i hedh pak piper të kuq, do me thëmë për që të marrë atë ngjyrën e mirë, po sigurisht që do t'i hedhim dhe majdanoz të freskët gjatë servirjes. Por si pas dëshirës, nëse duani, mund t'i shtoni pak piper të kuq me pak gjallë, shkrihet gjallëpi edhe e hedhim kështu brenda, kam kursirë dhe unë sigur po. Sikur s'kemi lufra ne. Jo, sikur kemi po. E s'duhet e edhur edhe shumë, mos ta teprojmë, prandaj pa. Jo se... Të shkri dhe e heqim, nuk e hedhim brenda se hidhërojt piperi nëse e lëm bi temperaturë të sobës më tepër. Aq sa merr temperaturë që shkrihet gjalpi për të nxjerrë aromën, pastaj hedhim dhe piperin e heqim direkt. Tani unë këtë duhet edhe ta servir faktikisht që ta kemi të përfunduar me këtë lloj recete. Është në rregull. Kujdes gjalpin. Këto sobat sot pas kanë më shumë nxehtësi se ç'duhet. O kanë këto o s'kan. Se shoqë gjalpi po na digjet më shpejt, tenxheria u ngro më shumë, domatja deshu dojq, çfarë ka sot? Mos të mërzistin, do vi kati këtu, iku për pak, po. Do kthehet shumë shpejt. Sa e mirë. Shumë e mirë duket. Dhe tani kemi punë me majdanozin. Si që thuhet shpesh në... Majdanozin do të hedh Anila. Pa, se në kuzhinë, kur pjata nuk dele bukur, mbyte me majdanoz, kështu edhe... Edhe salcë. Tani, ti edhe kësaj? Po, po. Jemi duke shkuar drejt fundit, kështu që më thuaj sa. Kash? Në rregull e kemi. Këtu? Po, po, hidhi dhe aty. Në të treja hidhi Anila. Në të gjitha, okej. Sa të bukura kanë dalë pjatat? Një, mbaroj edhe Se të shishme, për këtë ju sigurojmë. Tani, këtu Anila, të këto, nëse duan visat, mund të shtojnë dhe piper të, do me thënë fara speci djegës, që mund të hedhin edhe brënda fare e specit, Anila. Sa ko kemi? Nuk kemi, besoj. Pritë, po kemi dhe tjetërën, bëm dhe spinaj. Ku e kemi dhe spinaj? S'kemi ko, po, ja. Nuk do të servirim? Nuk do të shërbejmë. Kemi ko të shërbejmë, jo? S'kemi, duhet të kalemi një ka parlament ka ti sot. Ja, të mbajmë këtu. Hajde. 1, 2, 3, 4. Këto bëm sot. Ja, këto bëm sot. Ju të lumë shinduar. Faleminderit. Edhe ju bëftë të mirë, doja të thoja. Edhe neve këtu. Faleminderit, kënaqësi, faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina Mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur, ju bëftë të mirë dhe mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet janë shumë të mira, pak sekrete dhe shumë shije. Të lumë shinduar, Kati. Faleminderit. Dajmë edhe bashkë. Mirupafshim.